Lagja 24 Maj vijon të përballet prej muajsh me një problem serioz infrastrukturor, i cili po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve dhe drejtuesve të automjeteve. Prej gati 3 muajsh, kanalet e hapura në mes dhe në anët e rrugës, të krijuara gjatë punimeve për shtririn e rrjetit nëntoksor të ujësjellësit, nuk janë mbyllur ende, pavarësisht se investimi konsiderohet i përfunduar prej kohësh në këtë zonë. Banorët shprehen të shqetësuar për gjendjen e rrugës, e cila jo vetëm që e vështirëson qarkullimin normal, por përbën edhe rrezik të vazhdueshëm për automjetet dhe këmbësorët. Edhe pse në disa segmente është hedhur një shtresë se holl asfalti mbi kanalet, kjo zgjidhje konsiderohet e përkohshme dhe pamjaftueshme. Në shumë raste, gropat kanë mbetur me thellësi të konsiderueshme, duke krijuar pengesa serioze në lëvizje. Drejtuesit e automjeteve raportojnë për dëmtime të shpeshta të mjeteve të tyre, për shkak të amortizimit të shkaktuar nga këto kushte rrugore. Ata theksojnë se kalimi i përditshëm në këtë rrugë është kthyer në një sfidë. Sipas tyre, mungesa ndërhyrjes përfundimtare nga kompania përgjegjëse dhe Bashkia e Vlorës po e përkeqëson situatën ditaditës. Nga ana tjetër, banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për mbylljen e kanaleve dhe rikthimin e rrugës në gjendje normale. Ata shprehen se kjo situatë nuk mund të tolerohet më gjatë, pasi përveç dëmeve materiale, rrezikohet edhe siguria e tyre dhe e fëmijëve, të cilët lëvizin çdo ditë në këtë zonë. Nëse nuk ndërhyhet në kohë, problemi rrezikon të marrë përmasa edhe më të mëdha, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për të gjithë lagjen.